Omeri nënshkroi marrëveshjen e Aelias, duke garantuar jetën, kishat, pronën dhe adhurimin e të krishterëve. Asnjë kish nuk u shkatrua, asnjë krishter nuk u detyrua të konvertohej, nuk pati masakër, nuk pati plaçkitje, asgjë që t'i ngjante gjakderdhjes së krishterëve që do të shkaktonin në vitin 1099, kur musliman, hebrejnë dhe të krishterë lindor u masakruan njësoj në një orgji dhune të shenjtëruar. Pasoi një moment qartësie morale. Kur erdhi koha e faljes, Sofroni e ftoi Omerin të falej brenda kishës së varrit të shenjtë. Omeri refuzoi. Nëse do të falej aty, shpjegoi ai, muslimanët e ardhshëm mund ta merrnin ndërtesën, duke pretenduar Omeri u fal këtu. Në vend të kësaj, ai u fal me përulësi në shkallët jashtë dhe nxori një dekret që u ndalonte muslimanëve shndrimin e kishës në xhami. Kjo nuk ishte thjesht tolerancë, por përmbajtje parimore, një filozofi pushtetje rrënjosur në mbrojtjen e tjetrit. Kjo etik mbijetoi, shkruan Ganushi.